Sot është përvjetori 26 i themelimit të brigadës 137 Gjakova, e cila u themelua pas kërkesës së djemve të qytetit, të cilët vetë se kishin qenë të mobilizuar në fshatrat e rafshit të Dugagjinit. Kërkesa ju drejtua komandantit të zonës Ramush Haradinaj, pas aprovimit të së cilit u formua brigada 137 Gjakova. Pjesëtar të kësaj brigade në pjesën ndërmuese ishin ushtar nga qyteti i Gjakovës, por kishte edhe nga fshatrat e Gjakovës, si dhe nga Deçani e Peja. Pjesë të brigadës ishin rreth 50 ushtar. Pas themelimit, brigada filloi aktivitetin me numër më të madh të ushtarëve të pozicionuar afër kodrës së Qabratit dhe pjesa tjetër në lagjen Bloku i Ri. Pas fillimit të aktivitetit në qytet, brigadës ju bashkuan edhe rreth 50 vullnetar, duke e quar kështu numrin në rreth 100 ushtar deri në çlirim të vendit. Pas afro një muaj nga operimi i brigadës në qytet, ndodhi betejë e njohur e Qabratit, ku më datat 7, 8, 9 maj 1999 ranë dëshmor: Ahmet Gjikolli nga Peja, Tom Gjoka nga fshati Dashinoc i Deçanit, Bujar Roka nga qyteti i Gjakovës, Kushtrim Hoxha po ashtu nga qyteti i Gjakovës, Sefedin Zorza nga qyteti i Gjakovës, Agim Haxhiavdyli nga qyteti i Gjakovës, Visar Juniku nga qyteti i Gjakovës, si dhe 2 dëshmorët e fundit që dhanë jetën për të mos u dorëzuar të gjallë në duart e armikut, pas një rrethimi që ju ishte bërë dhe pas sjelljeve të armikut për dorëzim. 2 heronjtë e vendit ton vendosën që mos të dorëzohen të gjallë dhe dhanë jetën në këtë betejë, saktësisht në përfundim të ditës së datës 9 maj. Ishin dëshmorët Dashmir Krasniqi nga qyteti i Gjakovës dhe Taulant Nura nga qyteti i Gjakovës. Pas tërheqjes së brigadës për në fshatrat e Rekës së Keqe, u vranë në një prit edhe dëshmori Hamus Zymberi nga qyteti i Gjakovës. Lavdi dëshmorëve të vërtet, nder dhe respekt për invalidët dhe veteranët e vërtet të luftës tonë çlirimtare.